Qof lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Ju ftojmë këto momente të lusim së bashku mbrëmsoren. Sot është e diel dhe jemi në javën e 4 të kohës së kreshmeve. Psalmet i marrim nga java e 4 e psalterit. O hy, më eja në ndim. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Himni. Dëgjo krijues dashamirës, me lot po të lutemi, ndër agjërimet shenjta ke themeluar kreshmët. Gjurmues hynori zemrave, që njeh dobësitë e forcave, atyre që ka t'i kthehen, jepu hirin e faljes. Vërtet kemi bërë shumë mëkate, të penduarve jepu mëshirimin, e me lavë të emrit tënd të dobëtve jepu shërimin. Kështu trupin jashtëdërmoje në nshtroja agjërimeve, dhe mendja e përkor t'i shmanget njollës së fajeve. Ndihmo trini e lume, na lejo një nije vetme, për të tu të jenë të frytshme, këto dhunti frenimi. Amen. Antifona e parë. Ky është ai që është i njohur nga Zoti, gjyqtar i të gjallëve e i të vdekurve. Psalmi 110, Mesia, mbret dhe meshtar. I tha Zoti Zotit tim, rri në të djathtën time derisa t'i vë armiqtë e tu shtroj për këmbët e tua. Skeptrin e pushtetit tënd Zoti do ta shtri nga Sioni, sundo midis armiqve të tu. Ty të përket më i larti pushtet në ditët e fuqisë sate, me shkëlqime të shenjta nga krahorori para yllit të dritës unë të linda. Zoti u përbetua, asësis do të pendohet, ti e prift për amshim në mënyrën e Melkizedekut. Zoti është në të djathtën tënde, i dërmon mbretërit ditën e zemrimit të vet. Në udhtim ujë do të pi prej përrojit, prandaj lart do ta ngrej kokën. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Ky është ai që është i njohur nga Zoti, gjyqtar i të gjallëve e i të vdekurve. Antifona e dytë. Lum njeriu që bën të mirën për dashurinë ndaj hyjit. Ai është i sigurt për gjithmonë. Psalmi 112. Lumturia e njeriu të drejtë. Lum ai njeri që e druan Zotin, që kënaqet në urdhrimet e tij. Fara e tij do të jetë e fortë mbi tokë, do të bekohet breznia e të drejtëve. Pasuri e mirëqenie në shtëpinë e tij, drejtësia e tij qëndron në shekuj të shekujve. Ka lindur për të drejtët një dritë në errësirë, i butë e i mëshirshëm është njeriu i drejtë. I ëmbël është njeriu që për dëllen e huajon, punët e veta i kryen me ndërgjegje. Ai askur nuk do të bjerë poshtë. Në kujtim të përhershëm mbetet i drejti, nuk i trembet lajmi të keq. E patrëndshme është zemra e tij me shpresë në Zotin. Të fortë e ka zemrën, nuk do të trembet. Armiqtë e vet i bën asgjë. Është dordhën u fal skamnorëve, drejtësia e tij qëndron në shekuj të shekujve, balli i tij ngallit për nder. E sheba keqi dhe hidhrohet, me dhëm kërcëllon e vyshket, dëshira mëkatarëve shkon huq. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lum njeriu që e bën të mirën për dashurinë ndaj hyjit, ai është i sigurt për gjithmonë. Antifona e tretë. Hyje çoi në vend lajmin e profetëve në vuajtjen e Krishtit. Kënga krahason me letrën e parë të Shën Pjetrit Apostull, kapitulli 2, rreshti 21-24, vuajtja e vullnetshme e Krishtit, shërbëtorit të hyjit. Krishti pësoi për ju, duke ju lënë shembullin, që edhe ju t'i ndiqni gjurmët e tia. ai që mëkat nuk bëri dhe në buzët e tija nuk u gjet gënjim. Ai që i fyer nuk hakmerrej me fyerje, Dhe i salvuar nuk kërcënohej, por ja lëshonte çështjen e vet. atij që gjykon me drejtësi.
Ai në trupin e vet I mori mbi drurin e kryqit mëkatet tona, që të vdekur për mëkate, të jetojmë për drejtësi, me vragët e të cilit jemi shëruar, lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë i jetës. Amen. Hyj e çoj në vend lajmin e profetëve në vuajtjen e Krishtit. Leximi I shkurtër marrë nga letra drejtuar Romakëve kapitulli 6, rreshta 6 deri 11. Le ta kemi parasysh këtë gjë. Njeriu I univjetër është kryqëzuar bashkë me të që të shkatërrohet ky trup I mëkatit, kështu që mos të jemi rob të mëkatit, sepse I vdekuri është I lirë nga mëkati. E në qoftë se vdiqëm bashkë me Krishtin, besojmë se edhe do të jetojmë bashkë me të, mbasi e dim se Krishti I ngjallur nga të vdekurit nuk vdes më. Vdekja nuk ka më pushtet mbi të. Vdekja e Atij që vdekje një herë për gjithmonë për mëkatin, kurse jeta e Tij është jetë për hyjen. Po kështu edhe ju mbani veten, se jeni të vdekur për ka mëkati e të gjallë për hyjen në Jezu Krishtin. Përgjigje e shkurtër. O Krisht, biri I hyjit të gjallë, ki mëshirë për ne. O Krisht, biri I hyjit të gjallë, ki mëshirë për ne. Ti që vuajte për mëkatet tona, Ki mëshirë për ne. lavdiatit e birit të Shpirtit Shenjtë, O Krisht, biri I hyjit të gjallë, ki mëshirë për ne. Kënga ungjillore Magnificat. Antifona. Lum njeriu që bën të mirën për dashuri ndaj Zotit, ai është I sigurt për gjithmonë. Kënga Virgjër së lume sipas Lukës ungjilltar, kapitulli I parë. Lartësimi I shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin, Shpirti im me harej brori I hyjit shëlbuesit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërptoren e vet të përvuajt, qese që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. sepse punë të mëdha bëri për mua, hyi I gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri I Tij, Mëshira e Tij brezni më brezni, për ata që e druajnë. e tregoj fuqinë e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenarëve, I rrëzoi princat prej froneve të tyre. e I lartësoi të përvuajturit, Me të mira I mbushi ata që s'kishin ç'të hanë. e të pasurit I nisi duar thatë, I ndihmoi Izraelit shërptorit të vet, duke e sjell në mend mëshirën, si u apati premtuar etërve tanë. në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim, Lavdiatit e birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lum njeriu që bën të mirën për dashuri ndaj Zotit, ai është I sigurt për gjithmonë. Lutjet e besimtarve. Jezu Krishti është kryet ton dhe mësuesi ynë. Ai ka ardhur t'ju shërbej dhe t'ju bëj mirë të gjithëve. Atij, Zoti ton, t'i japim lavdi dhe të përshkuar me fe të fortë, ta lusim me guxim. O Zot, vizitoje familjen tënde. O hy, ndihmoju I peshgvive dhe meshtarve të kishës sate, të cilët marrin pjesë në shërbimet e tua si udhëheqës dhe barin, që nëpërmjet teje të gjithë njerëzit t'i sjellin tek ai. O Zot, vizitoje familjen tënde. Engjëlli yt le t'i përcjell të gjithë njerëzit gjatë udhëtimeve, që t'ju shmangen të gjitha rreziqeve. O Zot, vizitoje familjen tënde. Na mëso t'u shërbejmë njerëzve që të mund të ndjekim ty, që ke ardhur jo për të qenë I shërbyer, po për t'ju shërbyer të tjerëve. O Zot, vizitoje familjen tënde. Bëj që në cilën do bashkësi njerëzit I ndihmojnë njëri tjetrit, dhe kështu me ndihmën tënde të formohet një shoqëri e fortë dhe e qëndrueshme. O Zot, vizitoje familjen tënde. Bëju I mëshirshëm me të gjithë të vdekurit dhe afrojte drita e fytyrës sate.
O Zot, vizitoje familjen tënde. Aty ynë që je në qiell, u shenjë troftë e mryt, ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote, si në qiell, ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O Hy, ti që me anën e fjalës sate e pajton mrekullisht gjini njerëzore, bëj po të lutemi që populli krishter të përgatitet me nxitim, me për shpirtëri të gatshme dhe me fe të flakët për të kremtë të ardhshme, në për Zotin ton Jezu Krishtin, birin tënd, që me ty jeton e mbretëron në bashkim me Shpirtin Shenjtë Hy për të gjithë shekujt të shekujve. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt prej çdo së keqe dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.